Dhe ja, ku jemi të dashur me që bashk. E thash edhe kur u përshëndeta me mysafirët e blokut të parë që në pjesën e dytë, sy e vesh të hapën duhet t'i mbajnë sidomos studentët, të gjithë, pa dallim. Edhe studentët që janë në institucione publike, edhe studentët të letë janë në institucione private, pavarësisht komunitetit, me rëndësi është me qenë një student, me pas një ide, me pas një vullnet, një iniciativë pune dhe mundësia është në dorën tuaj. Nëse deri dje jeni anku që e kam idenë po se kam mundësin, sot e ke mundësin, madje të ardhë, sepse organizata Vora e ka mendu nga aja deri tek zhëja një qendër të resurseve për student, e cila është një super mundësi e paraqitjes së talenteve tuaj, e paraqitjes së punës suaj. Ndoshta nga ajo qendër nesër do t'jeni një një gazetar, një aktor, një profesionist, një fushë të ndryshme me praktiken, me këshillat që merrni brenda asaj qendre, me punën që bëni, kursi dijet jetës, është mirë me shfrytzuar çdo mundësi. Gjithmonë me ECEK, Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve është një organizat lokale, shoqëri civile me bazë në komunitet me qendër në Prishtinë, me një mandat për të mbështetur përfshirjen e komuniteteve të marginalizuara etnike. Por, me që Vora ndër vite ka bë projekte të mëdha, punë të mëdha, ka avancuar rinin sidomos, rinin e komuniteteve të marginalizuara, të cilën e përmenda. Ajo çka më ka lënë përshtypje shumë së fundmi, edhe që nuk është projekti i vetëm, njëkohësisht po punohen edhe shumë projekte të tjera, është pikërisht qendra e resurseve të studentëve, me të cilën do të flas edhe me të ftuarit e mi, të cilët janë Fortesa Shasivari, zyrtare për edukim në organizatën Vorae, dhe Denis Avdiu, po ashtu zyrtar për edukim në organizatën Vora. Të dy i kam studio, mirë se keni ardhur. Shumë kënaqësi me ju pas në studio. Ju përgëzoj shumë për punën në përgjithësi që bëhet në Vora dhe që ju e përfaqësoni zonin e shumë punonjësve aty që bëhet një punë e madhe, por specifikisht për qendrën e resurseve që ditëve të fundit sikur ka marrë një eho të madhe dhe është shpërndar edhe më shumë nga shkrimet dhe video të cilat i keni shpërndar. Fortesa, do doja të filloja me juve. Me siguri e keni bërë një ulëmtim para prak për me pa që një qendër e tillë nevojitet. Së pari faleminderit për ftesën dhe për hapësirën që jepni qendrës tonë. Qendra e resurseve për student është hapur me 4 dhjetor të vitit 2024 në kuadër të projektit mbështetje plotësuese për studime akademike për studentë e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Por kjo qendër nuk është fokusuar vetëm të këta student, por hapësirë ju është dhënë edhe studentëve shumit, për disa arsye, në rand të parë socializimi dhe mandej ofrimi mundësive për studentët që të arrisin akademikisht në fushat e tyre të studimeve. Me siguri, Denis, keni menduar paraprakisht se e tha dhe Fortesa që është menduar fillimisht për studentë të cilët janë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, por që nevoja për të bashkëvepruar ka qenë më e madhe dhe prandaj e keni zgjeruar si mundësi. Po, ideja është që kryesisht studentët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian me pas mundësi që me bashkëpunu edhe me komunitetet të tjera. Edhe na si organizat jemi ata të cilët po mundohemi, do me thonë maksimalisht që me bo të mundshme këtë farë lidhje në mes të studentëve të ndryshëm për shkak se jo gjithmonë munden me pas këtë farë mundësin që me bashkëpunu me universitetet të ndryshme, me komunitetet të ndryshme, edhe qendra e resurseve për student është një lokacion ku munden të gjithë bashkë me umbledh, me përgatit projekte, me shpërfaq ide dhe mas ne me sjell rezultate të cilat munden me i sjell studentët. Na prej se e kemi hapë këtë qendrën e resurseve për student, ajo kryesisht është përdor ose dera ka qenë kryesisht e hapur për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, por asnjëherë nuk e kemi bërë këtë kufizimin që mos me pas student të komunitetit shqiptar për shkak se është e nevojshme që me pas një farë qendre ku mbledhen këta studentët.